Punimet po zhvillohen në Golem, ndërsa në fokus janë marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë, integrimi evropian, plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe frenimi i largimit të fushisë punëtore. Izraeli dhe Hamasi mbajnë sot negociata në Egjipt për të çuar përpara planin e paqes të propozuar nga presidenti amerikan. Trump kërkon nga palët që të veprojnë shpejt, ndërsa sulmet në rripin e Gazës vazhdojnë duke u marrë jetën dhjetra palestinezëve. Mirë se erdhët në aty sot, unë jam Loneta Progni. Do e nisi me njëherë këtë hapësirë informative me një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin publik përgjatë së shtunës në Sarandë, ku një makinë është shpërthyer me lëndë plasëse, duke ai marrë jetën kështu pronarit të automjetit. Se çfarë detaje është të reja dihen për këtë ngjarje, në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Igli Çelmeta për të na treguar më shumë. Të përshëndes Igli, çfarë dim më shumë për këtë ngjarje të rëndë që prej të shtunës deri sot? Përshëndetje Loneta, televizioni A2 CNN ka mësuar detajet të reja nga hetimet lidhur me atentatin ndaj 58 vjeçarit Isuf Jaçaj në Sarandë. Nga hetimet e drejtanishme nga grupi hetimor dhe nga policia e Sarandës, burime për televizionin A2 CNN bëjnë me dije se hetuesit dyshojnë se autorët e kanë vendosur tritolin në automjetin tip Toyota të 58 vjeçarit Isuf Jaçaj 2 ditë para ngjarjes. Lënda eksplozive rreth 500 gram, sipas hetimeve nga grupi hetimor, është instaluar nga autorët poshtë automjetit në vendin e shoferit. Sa i përket dinamikës së ngjarjes, para atentatit, Isuf Jaçaj ka qenë në një lokal duke konsumuar kafe në lagjën numër 3 në Sarandë, aty ku ka dhe banesën e të birit, rreth orës 22:45 minuta, dhe pasi ka dalë nga lokali, është futur në automjetin e tij tip Toyota dhe më pas ka ndezur makinën dhe ka ecur rreth 20 metra dhe më pas ka ndodhur dhe shpërthimi i telekomanduar. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonën ku ka ndodhur ngjarja dhe ka nisur kthyrjen e tyre me qëllim identifikimin e autorëve të dyshuar të atentatit ndaj Isuf Jaçaj. Policia ka pikasur një mjet të dyshimt që ka qenë në zonë gjatë kohës ku ka ndodhur pra atentatin ndaj 58 vjeçarit dhe po bën verifikimet e para të këtij automjeti. Hetuesit dyshojnë se autorët e kanë mbajtur në vëzhgim prej disa ditësh viktimen duke gjërmuar lëvizjet e këtij të fundit. 58 vjeçari nuk ruaj dhe as nuk lëvizte me automjet të blinduar, çka ka bërë më të lehtë që atentatorët ta kryen të atentat. Policia ka dyshime se autorët kanë qenë rreth 200 metra nga vendngjarja pa ku ka ndodhur shpërthimi në lagjën numër 3, aty ku po lëvizte me automjet Isuf Jaçaj, dhe pasi ka ndodhur shpërthimi në mënyrë të telekomanduar janë larguar nga vendi i ngjarjes. Pista kryesore që po heton grupi hetimor lidhur me këtë atentat është pista e hakmarrjes. Faleminderit Igli për detajet që përcolle lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Sali Berisha mohoi zërat se Partia Demokratike nuk ka asnjë kandidat për Bashkinë Tiranë. Ai theksoi se të paktën 13 emra janë duke u përfolur, por këtë herë ata kanë vendosur që të shkojnë me kandidat të pavarur. Nëse është apo jo, Florian Binaj, Berisha nuk dha një përgjigje. Gjerë tani, Partia Demokratike ka jo një, po të paktën 12 ose 13 kandidat. Të garantoj për këte. Po, bravo, po, e drejt fare. Si që dini, ne shpallëm një parim që mundësisht të hapemi dhe mirëpresim kandidatura të pavarura nga qytetarë. Nga partit, se nga qytetarë të pavarura nga partit, bravo. Të pavarura nga partit. Ky parim, po të shkoni tek zgjedhjet e 2003-shit, e gjenit përsëritur. Nuk është i ri. Është po përhapet kjo, edhe në Europë dhe në botë. Shpreh mirënjohje këtu për çdo njeri që kandidoi gjatë këtyre ditëve për të si pavarur, si kandidati qytetarëve, dhe e garantoj se
i garantoj për respektin tim më të madh për vendimin e tyre. Do të ketë Tirana një Pepe Grillo? Tirana do ketë kandidatin më të dashur që ka patur ndonjëherë, më them unë, a e pat ju. Pra një A e Pepe për ti Grillo. minut, a e pat atë monologun e Rams me Ogerten. Shifeni pak. Ju lutem shifeni pak një segment. Podcasti Berisha Binaj kur do jetë? Se si me zimante veten për të rënë të fikt dhe çdo 3 rjeshta vetëm ti je dhe ne jemi vepra jote, ne kështu, ne ashtu. Podcasti Binaj Berisha kur do jetë? Se kush do jetë, Jo, podcasti kur do jetë? të lutem, se kush do jetë do përcaktohet nga koalicioni dhe aleatët dhe jo vetëm nga unë. Ashtu si në shumë produkte të tjera bujqësore dhe rushi i importit, duket se po lë pashitur prodhimin vendas. Fermerët e vreshtave në Leshnicë shprehen se këtë vit prodhimi nuk po tërhiqet dhe një nga shkaqet kryesore është çmimi i ulët me të cilin ky produkt bujqësor vjen nga jashtë kufive të vendit. Leshnica, një ndër fshatrat që njit në juglindje të vendit për prodhimin e rushit dhe cilësinë e lartë të tij, këtë vit kjo kulturë duket se po has vështirësi në shitje. Fermerët shprehen se kërkesat thuajse kanë rënë fare krahasuar me kohë më parë. Më përpara ka qenë më shumë kërkesa e tregut të rushit. Ndërkohë banorët e fshatit këtu kanë qenë shumë dashamirës për të investuar dhe për të mbjellë më shumë pemtari dhe vreshtari. Ndërkohë, mund të them kohët e fundit ka rënë ajo se nuk ka më atë kërkesa për ta konsumuar. Kemi shitur. Si vit ka qenë çik problem, është që jo të vi tregtarit, të shite, më përpara unë kam pasur pinin i zoti lokalit, më thoshte, na ka parë, na edhe punonja me tani, sa nga sa. Fermerët japin edhe arsyet sipas tyre se pse është kjo situatë. Për arsye se ande nga jashtë kufirit rushi vjen me çmim më të ulët dhe kështu që tregtar ka interes më shumë që ta blen ande. Po ndërkohë ne themi që rushi tonë është më bio, më i saktë dhe më i mirë. Ta bëjnë edhe marifete rrugës, ta sjellin vene marrin atje çik me lira, ku të shet dishe si është që punë doganës, kana, këto ne nuk kemi aq të informuar, mos flasim në ajër. Po e vërteta është që aty ai ta jep 400. Janë makinat plot në tregu. Ne po me 400 ne jemi brenda, ne nuk kemi asnjë lloj fitimi. Në të tilla kushte fermerët detyrohen që prodhimin e rushit ta bëjnë raki dhe verë, por edhe këto prodhime duket se do t'i falin. O do t'apin vetë, o do t'ja falin miqësi shoqërisë, e kështu që ky është fakti. S'kemi çfarë themi. Ashtu si çdo vit, apeli shkon institucioneve që të ndërhyjnë për të mbështetur prodhimin vendas, në mënyrë që puna dhe djersa e fermerëve të mos shkojë dëm. Në Puk, mbledhja e kërpudhës është ekonomia bazë për shumë familje. Në qytetin e braktisur nga të rinjt, banorët e mbetur në pikërisht merren me mbledhjen e frutave që natyra ju dhuron në pyje dhe në bjeshk, kërpudha. Porcini është mjaft e kërkuar nga pukianët dhe mbledhin atë për çdo vjesht. Historia e banorëve u rrëfye në emisionin Hotspot nga kolegu Armend Pira. Marie Bardhoshaj është 70 vjeçe dhe prej vitesh ajo del për të mbledhur kërpudha. E moshuara nga Puka thot se vet nuk i konsumon, por gjen kënaqësi kur grumbulluesit e vlerësojnë punën e saj. Çfarë ore ke dalë sot? 6. 6 mëngjesit. 6 mëngjesit. E kuriozisht di çfarë ore vazhdon punën? Deri mazite. Deri mazite po. 2-3. Për sa kohë është mbledh kërpudha? 20 vite ka. 20 vite? A e lot me këto 20 vite apo është? Po, më mbledh mëra. Veti konsumoni shumë në shtëpi? Po nuk i ha. Po pse? Ja i shoh. Do të thënë mbledh po nuk i ha. Ja, nuk i kam ha kur as kam mend. Po si bëni kurioze ta provosh? Jo i shoh. Si duhesh, vesh mi shoj të më pa bujën. Kërpudha porcini e njohur për vlerat e saj ushqyese dhe aq shumë e kërkuar nga tregjet europiane është ekonomia bazë për shumë familje në Puk. Banorët për çdo vjesht e mbledhin këtë kërpudhë në pyjet e Pukës si edhe në pjeshk.
e kryesisht në malin e Tërbunit. Çdo kilogram tregtohet sipas cilësisë deri në 600 lekë cilësia e parë, ndërkohë që disi më e lirë është edhe cilësia e dytë e kësaj kërpudhe. Çmimin e kanë të mirë 5-6. 5-6.000 lekë. Po, edhe atëherë kur fillon e tjetër fillon 7-8. Simas deli i ditë pune. Po, e mirë, i ditë pune e mirë. Sa mund zgjasë sezoni i mbledhjes së kërpudhës? Një muaj e gjys. Po. Dhe për një muaj e gjys? Mirë. Një familje mund t'i bëj deri në 3.000 euro? Të buta. Si thënë të kanë buta. Buta, para buta. Po. Ja vlen domethënë. Kastriot Kukaj është një nga grumbulluesit e kërpudhës Porcini në Puk. Ai tregon se si kërkesa e lartë për treg kthehet e papërballueshme për banorët. Kërpudhën e tregton kryesisht në Tiranë, Shkodër e Lezhë, teksa nuk mungojnë edhe rastet e eksportit. Më shumica janë për treg vendesh. Kush i marrë shumë sezoni? Tirana, Lezhë, Dëmblër, po, restorante. Gjithmonë në Shqipëri. Bravo në shumë vorë që si mund të ketë sasi, mund dolin edhe për eksport. Në Itali dhe në Zvicër më ka thënë shumë. Po, në Itali dhe Zvicër, po. Mund shkoj kilogrami 20-25 euro? 25 euro. Borë, sa shkon atje, Po, pa tjetër, sepse shkon me disa duar. Shkon ndurë kjo punë. Por që flasim për konsumatorin e huaj që mund ta marrë edhe me 20-25 euro. Po. Na kena si punëtorëve, nëse kena marrë kesë. Sa mbidet para shumë? 6.000 lekë, 7.000 lekë kilogramin, po të vjetra porcini kilja. Në kuzhinën pukiane, kërpudha porcini ka disa vite që gatuhet, e shtyrë kryesisht nga kërkesa e turistëve. Shumë italianë vizitojnë veçanërisht Pukën për shkak të kërpudhës porcini, e madje i kanë mësuar vendasit edhe si ta gatuajnë. Radhazi është mbledhë dhe vetëm ashtë s'kena ditë me hangër. Me konsumuar. Po, kurse tani më shumë e konsumojmë vetë. Turistë ka nga gjitha vendet, po italianë, sidomos në kohën e kërpudhave. Po çfarë thonë? I pëlqen shumë mënyra jonë, po edhe na mësojnë edhe neve shumë për t'i gatu. Për shembull? Kanë mënyrat e vet. Ato më shumë me spageti. Emigrimi masiv dhe braktisja e Pukës ka bërë që kërpudha porcini të mbetet në pyll e pambledhur. Kryesisht janë të moshuarit që dalin për të mbledhur dhe banorët që nuk kanë një punësim të qëndrueshëm. Pukianët shprehen të kënaqur nga kjo punë, pasi i siguron të ardhura për të kaluar pjesën tjetër të vitit. SPA ka ngritur dyshime se përveç tjetërsimit masiv të pronave i shpalluri në kërkim, Aleksandër Laho, i njohur si Rumi i Shijakut, premtonte prona në këmbim të vrasjes së kundërshtarëve të tij. Në një nga bisedat e Sky ICC, e administruar në dosjen Rumi, bën edhe një listë të tyre. Hetimi i SPAK ndaj dy grupeve kriminale të dyshuara si të drejtuara nga Aleksandër Laho, i njohur si Rumi i Shijakut dhe Astrit Avdyli, ka zbardhur edhe planet e tyre për eliminimet fizike të kundërshtarëve. Referuar dosjes hetimore të siguruar nga A2CNN, Rumi në disa raste ka premtuar apo shpërblyer me prona persona që do të përdorte për vrasjen e kundërshtarëve. Në një bisedë në aplikacionin Sky ICC të shtatorit 2020, ai i paraqet Elidon Avdylit ose Aldo Avdylit një listë të tyre. Shoku, shkruan Rumi, koka grupit është Luli i pari, Cekja, pastaj ky Legeni Lenti. Ta e xhirojnë lojën e qytetit. Të tjerët janë pasiva të parëndësishëm. Vionte ai duke ju referuar Lulzim Berishës, Edmund Koçit ose Monçekiçit dhe Flauren Dervishajt. Po je fiks vlla, i përgjigjet Avdyli. Kjo është s'ta fut njeriu për terren e përmen, po kanë marru ata. Mëtej Aleksandër Laho i thot të heqin Ceken, Edmund Çekiçin, pasi sipas tij ai ishte truri i kundërshtarëve në terren. Në një tjetër moment, teksa grupi i Avdylit planifikonte vrasjen e Edmir Bregut, që në biseda i referohen me Nofkën Maloku, Aleksandër Laho i kërkon Aldo Avdylit të sigurohet mos dilte huq. Kur bashkëbiseduesi i thot të kundërtën me pretendimin se do t'i shkonin 10 veta, Laho e këshillon. Kjo është kryesorja, hap thashë theme sikur s'ke bo gjoti, të përzihet opinionin nga puna e shtetit, se shteti punon, sikur i kanë gjujt për punë malli, sikur kanë bo kollare, përzije opinionin. Në lidhje me tjetërsimet e pronave në bregdetin e Lalzit, Shetajt, Bizës e Kërtushës, SPA ka mundur të përvojë ndërhyrje në regjistrat kadastral deri të viteve 1920 e 1930. Qindra akte ekspertime aktesh të marrjes në pronësi të tokës kanë konstatuar shifra dhe vula të falsifikuara, por edhe fletë të futura në për regjistrat kadastral. Për llogaritë të këtij hetimi, SPAK siguroi 8 masa arrest në burg, por pa mundur të gjejë dhe arrestoi Aleksandër Lahon e Aldo Avdylin dhe një mas tjetër ndalim të daljes jashtë shtetit.
Vion edhe përgjatë ditës së sotme samiti 2 ditor i Bërdo-Briunit që mbahet në Shqipëri, pikërisht në Golem, që mbledh bashk liderët e Ballkanit Perëndimor. Vetëm pak çaste më parë ka qenë presidenti Bayram Begaj që ka dhënë mesazhet e tij në këtë takim. I would like kindly saying to you that everyone cannot exceed 5 minutes of speaking time. First, let me start with adoption of the agenda, which have been distributed to every one of you in advance. May I consider that adopted? Sure. Yes. Now, esteemed Excellencies, with your permission, I will start my speech with a short message in Albanian language, and after that, this is just for media purpose, and after that I will continue in English. Sot Shqipëria mikpret samitin e procesit të Bërdo-Briunit. Së bashku me Sloveninë dhe Kroacinë, si bashkëkryesues të presidencës së procesit të Bërdo-Briunit, ne vlerësojmë forcimin e rolit të kësaj platforme si një mekanizëm i rëndësishëm rajonal. Temat që do të diskutohen sot lidhen me bashkëpunime rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë mirë, integrimin evropian, planin e rritjes së Bashkimit Evropian, rinin dhe hartimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos së rinisë në vendet tona. Shqipëria mbështet dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe procesin e integrimit evropian. Vlerësojmë progresin e arritur në këto drejtime. Për ne, bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe duhet të vazhdojmë të shkëmbejmë eksperiencat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme nga ky proces i Bërdo-Briunit. And now I'm going to continue in English. I believe E kemi ndjekur kështu për pak çaste atë çfarë po ndodh në samitin e Bërdo-Briunit. Është presidenti i Republikës Bayram Begaj që sot mbledh bashk pikërisht liderët e Ballkanit Perëndimor për të folur për fqinjësinë e mirë, për rrugën drejt integrimit evropian, për projektet ndryshme europiane në Shqipëri dhe sigurisht për sigurinë e problematika të tjera që i bëjnë bashk këto vende të rajonit, ndërsa ne do të zhvendosemi në këto momente tek Këshilli për legjislacionin që mblidhet sot, ndërsa në rendin e ditës është fillimisht konstituimi i Këshillit për legjislacionin, por edhe shqyrtimi i një kërkese të një grupi deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Niko Peleshi. E ndjekim drejt për drejt. Faleminderit të zgjënore. Zoti Blendi Himt. Faktikisht, si mbledhje e parë, ne shikojmë që ka një shkelje të procedurës. Sigurisht që ky është një organ këshillimor, ndërtuar mbi bazën e paritetit, pra 5 antar me 5 antar, dhe nuk ka aspekte prevalimi, jo ashtu siç tha nderuar drejtoresh që ka marrë vetëm interpretimin literal, por mbi interpretimin literal qëndron interpretimi logjik i frazës edhe i argumentit për cilë përcjell rregulloria. Nisur nga kjo, do të thoja që çështja së pari është konkrete dhe ka të bëjë mbiemri. Nëse në rregullore do konstatohej dhe do thuhej që nis nga ana e mazhorancës, nuk është interpretuar kështu rregulloria, nuk është saksuar kështu rregulloria. Rregulloria thot nis me mbiemri. Dhe mbiemri në rastin ton, në renditje pavarësisht shkronjës parë që ju merrni dhe pastaj janë ashkaloni shkronjat e tjera pasardhëse, nëse unë do t'ju jepja një renditje, na vendosni emrat në renditje, do vendosit Bardeli dhe jo Bylykbashi. Kjo është e rëndësishme për ta diskutuar, pra ka interpretimin logjik pjesa e pikës 3 të nenit 14 rregullores. Kështu që
Nëse juve pasaj doni ta fusni në interpretime të stërhollime të interpretimit literal, kjo për mua nuk qëndron. Faleminderit. Zoti Xhafa. Faleminderit. Në radhë parë ju uroj punë të mbarë gjithëve, suksese në këtë këshill. Mendoj që nga pikpamja procedurale është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste që e ka shpallë zonjën Greta Bardeli si kryetare të këtij këshilli. Pra me rotacion fillon nga zonja Bardeli. Si rregull atë e vlerësoj si institut procedural që e parashikon edhe rregulloria e kuvendit dhe nuk ka peshën e thjesht një antari një deputetit kuvendit. Është dhe pjesë e kryesisë konferencës kryetarëve, tjera me radhë që marrin vendime të rëndësishme për mbarvajtje. Nuk prish asnjë punë nëse është zoja Bylykbashi si përfaqësuese e shumicës apo zoja Bardeli në thelb. Po shqetësimi që ka lind mendoj është jo nga interpretimi i dispozitave të rregullores, po nga ky fakt. Pra është anoncuar një herë dhe pastaj pjesëmarrja e kryetarit të kuvendit në këtë seancë, po themi, për konstituimin e këshillit dhe ishte diçka simbolike në traditën më parshme të kuvendit, po jo që ka një konflikt për pjesën e konfliktit interesave. Se mund të vinte një nga zonës kryetarit e kuvendit nëse ishte e tillë e parashikuar, pra që ka konflikt interesi. Unë nuk e shoh që ka konflikt interesi. Ai vazhdon të jetë kryetari i kuvendit. Edhe shkelet për cilat është kërkuar kërkesa për shkarkimin e kryetarit të kuvendit kanë bënë me administrimin e seancës dhe organizimin e punës kuvendit si organ shumë i rëndësishëm kushtetues. Kështu që në kundërshtrimin tim, çështja e gërmave të mbiemrit apo emrit edhe fakti që e kryeson shumica dhe pastaj me rotacion është e zgjidhur, nuk është ndonjë problem i madh. Po ne e kemi problemin që deklarata publike dhe thirrja që është Bozores Bardeli nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili nuk është një deputet i thjesht, po ka folur me cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar, antar i kryesisë dhe i konferencës kryetarëve, ka tjetër peshë. Në këtë sens e kam. Merrem me dispozita, sepse po të merrem me dispozita, i bie që ne si Këshilli i Legjislacionit japim mendim që sot që në 114 i rregullores të kuvendit psojë ndryshime. Sepse dispozita jonë kryesore në 114 që parashikon vëllimin e punës së komisionit ton, nuk e ka në kompetencë të që po bëjmë sot. E kem futur në 114 që rast për shtumor. Kështu që merrem me diçka më përmbajtësore them unë, se sa me. Po zoti Xhafa. Me sa duket bëra mirë që e mora fjalën mbas zotit Ndoja, unë bie dakord me zotin Ndoja që e rëndësishme është çështja që do diskutojmë. Se sa procedura se ku do ta drejtojmë. Përtej kësaj duhet të them që unë jam shumë dakord me faktin që në legislaturat e mëparshme kryetarët e kuvendit kanë hapur këtë këshill. Duke qenë se kam qenë antar i këtij këshilli. Po siç e sqaroi edhe kolegu im Gjiknuri, kryetari i kuvendit në këtë rast është në një lloj konflikti interesi. Për shkak sepse vendimarrja e parë e këtij këshilli ka të bëjë me të vet. Dhe nuk do të ishte e pranueshme në kushtet e ligjit të konfliktit të interesit dhe të asaj çfarë ka parashikuar kodi i etikës së kuvendit që ai të asistonte sot të ishte i pranishëm përveç rastit nëse ai do kërkonte të shprehej këtu përpara këtij këshilli. Gjë që ai nuk këtë të drejtë që ai jep rregulloria nuk ka vendosur të mos e ushtrojë të paktën sot në këshill, se nuk e di se çfarë do të bëjë ai në seancën plenare, por besoj që thelbësore është që kemi një vendim të kryetarit të kuvendit, që është fakti kryer. Zonja Bylykbashi ka marrë drejtimin e këtij këshilli për 5 muaj, mbas 5 muaj me siguri do të jetë zonja Bardeli, kështu që do të kemi mundësi që të alternojmë drejtimin dhe për sa kohë që ky drejtim nuk ndikon në vendimarrjen e këshillit, unë mendoj do të propozoja të vazhdojmë më tej për të hyrë çështjes thelbit për cilën jemi thirrur sot. Faleminderit zoti Xhafaj. Edhe në vazhdim të thirrjes tuaj, unë mendoj të kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës, që është shqyrtimi i kërkesës së 1/5 të grupit të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Procedura e shqyrtimit kësaj kërkese do të fillojë me parashtrimet e kërkesës dhe më pas do të vazhdojmë me diskutimet.
cili nga kërkuesit do të përjashtrojë kërkesën e paraqititur me të cilën në fakt jemi njohur edhe ne si grup. Zoti Pikasa. Faleminderit zonja kryetare, tashmë në pamundësi të caktimit një relator që duhet kishte ndodhur ndoshta, do duhet të relatonte vetë kryetari, megjithatë tutje kësaja kemi të bëjmë me një kërkesë të një grupi deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, saktësisht 36 deputet mos gaboj, çka e tejkalon atë parashikimin e numrit nevojshëm të deputetëve për të vënë lëvizje kuvendit për të shërtuar një kërkesë të kësaj natyre, sipas nenit 114.4 të rregullores, dhe ka të bëjë me drejtimin e seancës nga kryetari i Forcës Zgjedhur i Kuvendit, zoti Niko Peleshi, në 2 seanca të veçanta, praktikisht në seancën e datës 16 shtator dhe në seancën e datës 18 shtator, në të cilat pavarësisht se sapo zgjedhur, fatkeqësisht kryetari i Kuvendit ka kryer veprime aktive në kundërshtim të hapur me parashikimet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe rregulloren e Kuvendit, duke i mohuar, vlerësojmë, të drejtat deputetëve të opozitës dhe duke treguar një anshmëri politike në drejtimin e organit të rëndësishëm kushtetues, Kuvendit të Shqipërisë, përgjegjësi e cila sapo ishte besuar. Shkeljet e konsumuara nga kryetari i Kuvendit në këto 2 seanca nuk kanë të bëjnë me shkelje vetëm të natyrës procedurale, pra ndryshimi rregullores me procedurë të përshpejtuar në ndryshim nga parashikimet kushtetuese dhe parashikimet e rregullores, me anë të cilës mund të shqyrtohej një ligj me procedurë të përshpejtuar, sikundër dhe ndryshimi rregullores Kuvendit në këtë rast barazohet për efekt të procedurës me anë të cilës duhet të adoptohet nga Kuvendi i Shqipërisë me atë të ligjit. Ka të bëjë pikërisht me mohimin në thelb të drejtës së deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për diskutuar në mënyrë konstruktive lidhur me efektivitetin e ndryshimeve të propozuara të rregullores për shtatshmërinë e tyre dhe pse jo thyrën në një tradite parlamentare nisur që nga viti 2013 me anë të cilës ndryshimi i rregullores Kuvendit është bërë me konsensus. Ju kujtoni, unë e kam përmendur disa herë ndryshimin e rregullores Kuvendit si një veprim jo thjesht formal të Kuvendit të Shqipërisë, jo thjesht si një manifestim i numrit votave të një maggjorancë e cila do qoftë kjo, i cili në vitin 2013 përbënte një nga 3 ligjet e famshme, të cilat kërkoheshin të miratoheshin me konsensus nga partnerët tanë të Bashkimit Evropian në funksion të bërjes hapa përpara të Shqipërisë në rrugën e integrimit, rrugë për cilën me fjalë duket sikur jemi përkushtuar gjitha palët politike, por me vepra, për fat keq, kjo maggjorancë ditë pas dite, seancë pas seancë, demonstron pikërisht kundërtën e asaj çfarë përkushtohet dhe zotohet me fjalë. Dhe kjo është pikërisht ai konsensusi si një vlerë e jashtëzakonshme në një shoqëri demokratike, pa të cilën nuk bëjmë dot, thoshte atëherë Europa në 2013-ën. Dhe ishte kjo arsye pse maggjoranca e Partisë Demokratike në atë kohë, pavarësisht se i kishte votat e nevojshme për ta miratuar në mënyrë të njëanshme rregullore në Kuvendit me forcën e kartonit, vendosi që ta miratonte me konsensus, duke mbledhur një seancë të jashtëzakonshme në mes të fushatës elektorale, kujtoni në atë kohë opozitën e atëhershme me maggjorancën, dhe duke vendosur krahas atyre që kanë qenë traditat e komisioneve bipartizane duke filluar nga viti 2001, në vitin 2013 duke shënuar një rekord tjetër pozitiv të konsensusit në një parlament dhe një demokraci funksionale. Krejt e kundërta ndodhi në seancën e datës 16, kur për vullnet të qartë të maggjorancës të manifestuar nëpërmjet atij që është kryetari real i Kuvendit të Shqipërisë, siç e tha dhe zoti Ndoja, ndoshta në mënyrë përmbajtësore, pavarësisht se formalisht nuk tha këtë gjë, por
për fat keq, këto seancat deri tani me të kësaj legjislature të Kuvendit të Shqipërisë janë shënuar nga fakti që është vullneti kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mungesë të kryeministrit në seancë plenare, i cili dikton hapat edhe procedurial që duhet ndërmarrë Kuvendi dhe jo autoriteti, vullneti i kryetarit të Kuvendit bazuar në ligj dhe bazuar në rregullore në Kuvendit. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur në seancën e datës 16, kur përkundër sa parashikon kushtetuta, me procedurë të përshpejtuar është vendosur të miratohet ndryshimi i rregullores, është bërë mbledhja e Këshillit për rregullore në mandatet dhe imunitetit në kundërshtim me nenin 83.3 e Kushtetutës dhe me nenin 117 të rregullores Kuvendit, është përfshirë për votim dhe miratim në Kuvend në kundërshtim me procedurën kushtetuese të miratimit, gjithashtu duke u shkel nenin 83.3 Kushtetutës, pika 4 e nenin 28 nenin 117 i rregullores, dhe ju hoq praktikisht e drejta deputetëve të opozitës për të diskutuar mbi përmbajtjen e projektaktit në kundërshtim me sa parashikon edhe neni 73 e vijus dhe neni 117 i rregullores Kuvendit. Shkelje këto rekord për të konstatuar nga një kryetar Kuvendi në ditën e parë të punës, duke vendosur të shkelmoj kushtetutën mbi cilën sapo ishte betuar dhe duke hedhur praktikisht në plera rregulloren e cila shumë shpejt do të amendohej në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe sikur të mos mjaftonte me kaq, në seancën vijuese të mbajtur vetëm 2 ditë më vonë, seancë e cila për definicion është nga seancat më të rëndësishme të një legjislature, seancë në të cilën diskutohet programi i Këshillit të Ministrave, prezantohen ministrat, u jepet e drejta deputetëve të opozitës për drejtuar pyetje kryeministrit dhe ministrave lidhur me programin i cili synohet që të implementohet në 4 vjeçarin në vijim, janë konsumuar shkelje të rënda duke sapo shkelur rregulloren që sapo kishte hyrë në fuqi, sapo ishte miratuar në procedurë të përshpejtuar në kundërshtim me Kushtetutën dhe me dispozitat që rregullojnë miratimin e ligjeve në procedurë të përshpejtuar, ku kryeministri i Shqipërisë praktikisht drejtoi seancën e datës 18 dhe jo kryetari i Kuvendit. Kryeministri i Shqipërisë në seancën në cilën prezantohet programi i qeverisës, në seancën në cilën prezantohen ministrat, ka një rol të përcaktuar qartë me kushtetutë, ka një rol të përcaktuar qartë me rregulloren e Kuvendit. Dhe në asnjë pikë të detyrimeve dhe përgjegjësive të tjera nuk përfshihet drejtimi i seancës parë të Kuvendit në cilën diskutohet programi i qeverisës. Në ndryshim nga kjo, ishte kryeministri i Shqipërisë lider i maxhorancës i cili diktoi kryetarit formal të Kuvendit mënyrën se si do drejtohej seanca, pra praktikisht mbasi bëri çeljen e seancës kryetari i Kuvendit dhe mbasi i dha fjalën kryeministrit, e lejoi këtë të fundin që tej parashikimit të kushtetues dhe parashikimit në rregullore të jepte fjalën një versioni të animuar të asaj çka ai e quan ministre me përgjegjësi për inovacionin aku të diun, por që në fakt gjurmë të saj nuk gjenden në asnjë akt legjislativ, as në dekretin presidencial me anë të cilit u mburr sikur kishte marrë një përgjegjësi të tillë, as në ligjet e Republikës së Shqipërisë, as në rregulloren e Kuvendit. Shkelje parë kjo kur fjala e kryeministrit ndërpritet thjesht dhe vetëm për vullnet të këtij të fundit me qëllim ridikolizimin dhe talljen e seancës parlamentit, me synim depersonalizimin e këtij institucioni të rëndësishëm kushtetues, duke e kthyer atë de facto në një vegël të vullnetit të kreut të qeverisë, dhe
kjo I kemi ndjekur kështu për pak qaste edhe zhvillimet në Këshillin për Legjislacionin, ndërsa po prezantohet nga deputeti Ivi Kaso edhe e gjithë kërkesa e tyre për shkarkimin e kryetarit të kuvendit zotin Niko Peleshi. Ndërsa do të rikthehemi më pas kësaj çështje, do të kemi mundësi tani që të shohim pak edhe zhvillimet më të rëndësishme globale. Franca është zhytur thellë një kaos politik. Kryeministri Sebastian Lecornu ka dhënë dorëheqje një ditë pasi u prezantua kabineti i tij. Pallati Elysee bëri njoftimin pasi shefi i qeverisë u takua me presidentin Emmanuel Macron për një orë sot në mëngjes. Ky veprim tronditës vjen vetëm 26 ditë pasi Lecornu u emërua kryeministër pas rënies së qeverisë më parshme të François Bayrou. Drejtuesit të gjitha partive në Asamblenë Kombëtare e kishin kritikuar ashpër përbërjen e kabinetit të tij, e cila ishte kryesisht e pandryshuar nga ajo e Bayrou dhe kërcënuan se do ta rrëzonin atë me votë. Disa forca politike tani po kërkojnë zgjedhje të parakohshme, me disa që bëjnë thirrje që edhe Macron duhet të japë dorëheqjen. Megjithëse ai gjithmonë ka thënë se nuk do të tërhiqet përpara se të përfundojë mandati i tij në 2027. Izraeli dhe Hamasi mbajnë sot bisedime indirekte në Egjipt me qëllim zbatimin e planit të paqes të Donald Trump për Gazën. Negociatat përgatitore filluan herët në mëngjes midis Hamasit, Katarit, Shteteve të Bashkuara dhe Egjiptit. Grupimi palestinez ka rënë dakord me disa pjesë të planit 20 pikësh të Trump për fshirërimin e pengjeve izraelite, por nuk i ka pranuar të gjitha kushtet. Delegacioni i Hamasit udhëhiqet nga Khalil al-Hayya, të cilin Izraeli u përpoq ta vriste në Katar muajin e kaluar. Të dielën në mbrëmje, presidenti amerikan bëri thirrje që të gjithë të lëvizin shpejt duke shtuar. Më është thënë se faza e parë duhet të përfundojë këtë javë. Ndërkohë sulmet izraelite në Gaza kanë vazhduar, raportojnë mediat ndërkombëtare. Mbrojtja civile raporton për 24 palestinezë të vrarë në 24 orët e fundit. Përshkallëzohet lufta politike në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Donald Trump njofton se po nis me shkarkimet nga puna të demokratëve, ndërsa po dërgon edhe ushtar në shtete që drejtohen nga guvernatorë demokrat. Lufta politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kalon edhe përmes ushtrisë. Presidenti Donald Trump ka dërguar trupa nga Kalifornia në Oregon, pasi një gjykat mohoi përpjekjet e tij për të vendosur gardën kombëtare në Portland. Dislokimi anashkalon një urdhër të gjyqtarit që e bllokonte atë, duke përdorur në vend të kësaj ushtar të gardës kombëtare që tashmë shërbejnë në Los Angeles. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom u zotua të ngrejë një padi për këtë veprim, të cilin e quajti një shpërdorim marramendës të ligjit, ndërsa guvernatori i Illinois J.B. Pritzker tha se Trump po ridislokonte gjithashtu gardën kombëtare të Teksasit. Portland është qyteti i fundit i udhëhequr nga demokratët që është vënë në shënjestër si pjesë e përpjekjes së presidentit për të adresuar atë që ai e quan krim të dalë jashtë kontrollit mes protestave kundër zbatimit të ligjit për emigracionin nga administrata Trump. Pentagoni konfirmoi se 200 anëtar të gardës kombëtare të Kalifornisë ishin ricaktuar në Portland për të mbështetur emigracionin dhe doganat e SBA-s dhe personelin tjetër federal që kryen detyra zyrtare. Më herët Trump autorizoi vendosjen e 300 trupave të gardës kombëtare edhe në Chicago. Lufta politike në SBA po zhvillohet edhe në një drejtim tjetër, ndërsa qeveria federale mbetet e mbyllur dhe pa fonde. Unë i quaj ato shkurtime nga puna të demokratëve. Janë shkurtime nga puna të demokratëve. Ata po e shkaktojnë këtë. Jemi gati të kthehemi punës. Kemi një ekonomi rekord. Kemi një vend rekord. Çmimet kanë rënë shumë, po ecim më mirë se kurrë më parë dhe demokratët e urrejnë ta shohin këtë. Gjithçka varet prej tyre. Kushdo që pushohet nga puna do të jetë për shkak të demokratëve. Senatorët demokrat kundërshtojnë të votojnë pro një zgjatje të shkurtër të financimit të qeverisë deri më 21 nëntor. Ata kërkojnë që t'i detyrojnë republikanët të negociojnë pikën e buxhetit lidhur me përkujdesin shëndetësore, duke zgjatur programin për financimin e trajtimeve mjekësore për qytetarët e klasës punëtore. Juventus dhe Milan e mbyllën në barazim pa gola supersfidën e tyre në Allianz Stadium.
Rikthehemi edhe një herë mbledhja së Këshillit për Legjislacionin, pikërisht aty ku po shqyrtohet dhe po diskutohet kërkesa e një grupi deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për shkarkimin e Peleshit. Në 114.1 të rregullores kërkojmë shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Faleminderit. Pas relatimit të kërkesës nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, propozohet kalojmë fazën e diskutimeve. Zoti Gjiknori. Kam një sugjerim më shumë të karakterit procedural dhe për ta vendosur mbledhjen në shina që mund dalim në një konkluzion. Ne në fakt për herë të parë, unë personalisht për herë të parë po njihem me këtë kërkesë, ky këshill sapo konstitua. Unë personalisht e dëgjova ato që tha zoti Kaso, në lidhje me disa fakte që mbase edhe unë mund të jem në dieni ose jo, por më duhet kohë dhe mendoj personalisht që ne duhet caktojmë një relator dhe krau pjesa themi e majorancës, pasi jemi njohur me kërkesën që ka paraqitur zoti Kaso dhe këtu dhe që përgjithsisht replikoj atë që shkruar në dokument, të marrim kohën e nevojshme, të caktojmë njëri, të bëjmë një relatim dhe pastaj të vazhdojmë me diskutimin që në fundit, mbase mund dalim me një mendim ose palët mund votojnë sipas pozicionit tyre politik dhe seancës do t'i shkohet me raportet ndara. Kështu që unë mendoj do të ishte më e arsyeshme që përtese sa të kthehemi në një debat politik, jo than ata kështu ne kështu, mund të them që Këshilli edhe sipas parimeve të organizimit të mbledhjeve të komisionit, caktojnë relatori është tjetër të bëjë një paraqitje të kërkesës tyre bazuar në faktet, në provat që jepen dhe në argumentat ligjore dhe pastaj është e lirë diskutim dhe në fund do të votohet pozicioni i secilës palë. Unë këtë do të propozoja si vazhdim të mbledhjes për të dhe kursyer kohën dhe për të vazhduar drejt një arritje si një objektivi që në fundit, pavarësisht se kush është qëndrimi i palëve, e rëndësishme është kjo mbledhje të zhvillohet në kornizat dhe procedurës normale që parashikon rregullore e kuvendit. Po, zoti Ndoja. Faleminderit, zotëra drejtuese. Tani ka i problem në lidhje me kërkesën e zotit Gjiknori. Me sa shoh unë në seancën e parë parlamentare kam ngrit dorën e kam kërkuar me pulsant që të merrja fjalën dhe kryetari i kuvendit nuk ma dha fjalën. Pikërisht do të diskutoja për ndryshimin e rregullores. Dhe në seancën e dytë kërkova rregulloren. Për shumë kënd kjo nuk ka bërë një interes të madh në atë kakofoni, në atë zhurmën, ato kërkesat për procedurë që janë po faktikisht, këtë e kam kërku për shkak se ai është ligji themeltar për ne që organizon normal punën e gjithë anëtarëve të kuvendit. Tani çuditërisht kjo kërkesa jon për 36 deputetësh ka të paktën mos gabosha mbi 2 javë që është depozituar kërkesa jon. Zoti Gjiknuri, antari i Këshillit përhershëm, nuk është ndjenjë. Tani problemi qëndron prapë te kryetari i kuvendit, që ta shkruajmë si shkelje 3 tek shërbimet e kuvendit apo zoti Gjiknuri nuk i ka lexuar, i kanë shku materialet, sepse kërkesa ime edhe në ditën e parë për këtë ka qenë, si mundet antarët e një kuvendi, organit më të rëndësishëm kushtetues të këtij vendi që bëjnë ligjet, kanë procesin ligjvënës, nuk janë ndjenjë për aktin normativ themeltar mbi bazën e cilit organizohet dhe funksionon puna e tyre. Duke mos pas këtë, si mundet të shkojnë seancë pa pas dhe materialet, vetëm një urdhër të kryetarit kuvendit, i cili përcakton rendin e ditës, pika që do shqyrtohen, ndërkohë që s'është teksti për mbajtja e materialeve, ndërkohë që ka dispozita rregullore që e rregullojnë këtë fakt. Pra jam dakord që edhe Këshilli funksionon si komisionet dhe ndjek rregullat për komisionet, duhet kishte relator që duhet ishte caktuar që më përpara. Mirë, për publikun e gjerë, për interesi publikut është të di se çfarë ndodh në këto komisione, pavarësisht numrit kësaj mazhorance që në këndvështrimin tim nuk vjen nga zgjedhjet lira dhe të ndershme, që Partia Demokratike i ka referuar, vazhdon të referoj, po gjithsesi ne kemi ardhur në parlament për të bërë opozitë edhe në to kushte derisa të synojmë të realizojmë objektivat tonë politik. Pra nëse ne vazhdojmë edhe ne këtu Këshilli i Legjislacionit që jemi për të dhënë mendim për rregulloren, për ligjet e tjera, çështje të interpretimit apo të zbatimit vendimeve kushtetuese, politikave të kuvendit, nëse që këtu fillon, atëherë s'po dim ku është gabimi, nuk e pas ka vetëm kryetari i kuvendit. Çalo kanë disa pika kjo gjë. Më referohet mua dhe nga njërë që është mirë të bësh avokat në vetës tënde, po në këtë rast unë vetë ngrita çështjen e njohurisë dhe diskutimit bazuar në procedurë. Nuk është probleme e kam lexuar materialin, por siç edhe ju e referuat si çdo komision pune, ju jeni palë që keni paraqitur një kërkesë.
ka një relator që do të caktohet për të dhënë mendim lidhje me atë kërkesë bazuar në argumentat që janë dhënë aty. Dhe pastaj patjetër do t'i nënshtrohemi diskutimit. Kështu që unë për ta futur në ulli procedurale, dhe sepse kjo është mbledhja parë dhe vetëm relatori nuk mund të caktohet paraprakisht, por do të caktohet nga kjo mbledhje, nga ky grup pune, nga ky komision, dhe mendoj që pastaj të kalojmë te çështja e diskutimit. Kjo nuk do të thotë se nuk do të bëhet debati, nuk do të thotë se dikujt do të hiqet mundësia që të flasë në lidhje me argumentat, me të drejtat e shkelur apo pretendimet dhe pse kryetari i kuvendit ka shkelur ose jo rregulloren. Por mendoj për ta vutur në bazë procedurale punën, mendoj që kjo është zgjidhje duhur që dhe ju vetë e përmendet, dhe kjo do të ishte normale si çdo komision tjetër që organizon punën dhe ka një substancë dhe ka një renditje ku kërkesa u paraqit, ka një relator, pastaj do të vazhdojë diskutimi. Pra nuk është as mungesë të as mohimi në të drejtë, as shmangje nga debati, as mungesë transparence, përkundrazi është vendosja në shinat që kërkon puna normale e çdo komisioni, aq më tepër që ne udhëhiqemi nga të njëjtat parimet e organizimit të punës. Këtë sugjerova dhe këtë propozoj. Jo përkundërshti zoti Gjiknori, absolutisht nuk u nisa nga fakti nëse u ka ardhur apo jo fizikisht kërkesa. Po nga ana tjetër, kryetari i kuvendit kërkohet që të shkarkohet nga ana jon, ka mbi 2 javë që është paraqit zyrtarisht kërkesa. Kryetari i kuvendit cakton edhe kryetarin e këshillit, që në rastin konkret është zonja Belyk Bashi, pa kryetari. Kryetari i kuvendit përcakton dhe rendin e ditës në atë vendimin e tij, në urdhrin e tij, dhe tani nuk caktohet relatori. Se u kërko ka sikush që të konstituohet këshilli. Pra, çalon kjo për publikun e gjerë. Nuk jam kundër si kërkesë të respektohet procedura, por çalon. Faleminderit për diskutimet. Nisur nga pikpamja ligjore dhe funksionimi procedural i këtij komisioni, padyshim që ju keni shprehur gjithë argumentet tuaja, por ajo mbi të cilën unë doja të vendosja theksin dhe të bëja edhe një konkluzion të gjitha diskutimeve është fakti që kjo është një seancë e parë konstituimi, padyshim, sigurisht që është tërësisht e kuptueshme mungesa në këtë seancë për të bërë konstituimin e kryetarit të kuvendit për shkak të argumenteve që kolegët dhanë dhe se është krejt e kuptueshme që në këtë seancë fillon shqyrtimi i një kërkese që lidhet me shkarkimin e tij. Kështu që duke qenë se përkonte seanca e parë e shqyrtimit kësaj kërkese me konstituimin, padyshim që është e nevojshme të marrim kohën për përcaktimin dhe futjen në linjat procedurale të saj. Për këtë arsye propozoj që të japim propozimet e relatorëve për që do të përgatisin projektet përkatëse për relatim dhe të përcaktojmë një datë të ardhshme, të afërt për të zhvilluar në linjë tërësore të përputhur me aspektin procedural diskutimet përkatëse për këtë çështje. Po. Faleminderit zonja kryetare. Atëherë për të mos ndalë edhe një herë te mungesa e kryetarit të kuvendit, e bëri të qartë zonja Bardeli dhe bën të qartë diskutantët që në mbledhjen e parë të konstituimit, vetëm për pjesën e konstituimit, pra për pikën e parë të rendit ditës të shpërndar për mbledhjen e sotme të këtij këshilli, do të kishte qenë me vend prezenca thjesht nga pikpamja e solemnitetit kryetarit të kuvendit. Tutje kësaj nga pika e dytë e tutje do të drejtohej nga ju ose nga zonja Bardeli, nëse do të ishte respektuar rregulloria si duhet. Po është momenti superuar, kështu që është e panevojshme të ndalet se në këtë pikë të procedurës dhe të punimeve të këshillit as na duhet më kryetari i kuvendit, vetëm nëse ai do donte që të dëgjohej. Por tutje kësaj, besoj nëse kuptova drejt kërkesën e zotit Gjiknuri, përfaqësuesit e majorancës në këtë këshill kërkojnë një bashkërelator të tyre, sepse u kërkua një relator që të kërkonte, që të relatonte kërkesën, sikundër është e udhës që relatori të jetë nga pjesa e tyre që kanë paraqitur kërkesën. Kuptoj që zoti Gjiknuri në emër edhe të kolegëve të vet kërkoi një bashkërelator nga grupi i deputetëve që përfaqësojnë majorancën, nëse nuk jam gabim. Është një kërkesë për cilën nëse ndjejnë të nevojshme kolegët e majorancës, ne nuk mund të shprehemi, është në diskrecionin e tyre, pavarësisht se ndaj dhe unë qëndrimin që e ndan disa kolegë dhe zoti ndoja që kërkesa ka 2 javë që është futur në procedurë dhe është shpërndar. Ne nuk mund të votojmë dhe nuk mund të shprehemi lidhur me këtë kërkesë, por do doja që nëse ky do të ishte qëndrimi
i këtij këshilli, pra për të marrë propozime për një bashkërelator nga shumica parlamentare, në asnjë rast seanca e ardhshme e këtij këshilli mos shkonte përtej 48 orësh, pra përtej 2 ditëve, duke synuar që qëndrimi i këtij këshilli lidhur me këtë kërkesë të një karakteri urgjent, se ka të bëjë me organin drejtues të organit kushtetues në cilin ne të gjithë bëjmë pjesë, kryetarit të kuvendit, ti paraqitet seancës së ardhshme plenare të parashikuar për ditën e njëjtë. Kështu që në qoftë se kolegët e majorancës do të vendosin të marrin kohë të votojnë për të miratuar kërkesën për një bashkërelator, kërkesa dhe seanca e ardhshme asesi nuk mund të jenë më larg se dita e mërkurë. Faleminderit. Faleminderit zoti Kaso. Presim propozimet nga ana e shumicës. Nëse unë e kuptoj drejt, ju sot ishit si përfaqësues pra për ta prezantuar kërkesën e mbi 28 deputetëve. Pra ju sot nuk ishit në rolin e relatorit të grupit tuaj. Nëse i bë të dyja është një çështje tjetër. Okej. Jo, për të saktësuar ishte relatimi i kërkesës. Gjithsesi ne kemi nga ne është kërkuar që të ketë një relator për të dhënë argumentat kundër apo argumentat e ndryshme që gjykon ky grup parlamentar në raport me kërkesën e grupit tuaj parlamentar. Dhe ne propozojmë që relator nga grupi ynë të jetë zoti Gjiknuri. Dhe të japim kohën e nevojshme kolegu Gjiknuri që të përgatitet sepse nuk është çështja se zoti Ndoja dhe ju theksuat që është njohur. Është vërtet të gjithë jemi njohur me përmbajtjen e kërkesës tuaj. Ka ardhur zyrtarisht. Të gjithë e kemi lexuar kushtetutën, e njohim kushtetutën dhe në këtë rast jemi detyruar ta shohim më me vëmendje në funksion të shqyrtimit të kësaj çështje, edhe rregulloren gjithashtu, mirë po çdo relator ka të drejtën që të lexojë akoma më në thellësi ankesën ose kërkesën, më saktë, e paraqitur nga deputetët e Partisë Demokratike. Jo vetëm se do t'i referohet kushtetutës, jo vetëm se do t'i referohet të rregullores, po do t'i referohet dhe precedentëve që janë shqyrtuar në këtë këshill. Ka pasur jo pak precedent që është në legislaturat e mëparshme, që është kërkuar shkarkimi i kryetarëve dhe është debatuar këtu dhe në seancë. Është normale që ka një praktik, është normale që relatori ta marrë atë praktik ta shqyrtoj. Ka dhe vendime të gjykatës kushtetuese, në mos gaboj unë për këtë gjë, lidhur me shkarkimin e organeve kushtetuese. Do duhet t'i shqyrtoj dhe ato që t'ju referohet. Dhe është logjike për ta bërë këtë, për ta përgatitur këtë gjë dhe për t'i dhënë kohën e mjaftueshme. Besoj se këtu bjem dakord. Pastaj çështje tjetër sa kohë qyshte mbetet në vullnetin e këshillit dhe të vetë relatorit. Një propozim lidhje me afatin